kryeministit dhe më ka autorizuar që të vazhdoj pak minuta dhe pastaj do na bashkohet vonë për 20 minuta. Këtë desha t'ja bëja njoftim, sepse edhe ajo ka një fjalën e përshëndetësit dhe të mirësarjes tuaj. Kështu që po vazhdojmë me agjendën. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen sot këtu në këtë workshop të rëndësishëm të ASIG-u për ne. ASIG-u sot prezanton kornizën referuese gjeodezike shqiptare si një arritje të rëndësishme në kuadër të krijimit të infrastrukturës kombëtare të informacionit gjapësinor. Dhe parafrim të kuadrit ligjor integrues evropian, siç është direktiva Inspire, dhe si një arritje të rëndësishme për implementimin e një infrastrukture gjeodezike moderne në rregullimin e Shqipërisë në tërësinë e saj. Dhe pa humbur kohë, duke parë dhe agjendën që kemi shumë ngjeshur, më lejoni që të ndjekim agjendën. Ja jap fjalën e rastit për një përshëndetje të rastit bashkëpunëtorit tonë Akademisë Shkencave, e cila përfaqësohet nga akademika Anila Hoda, që është sekretari shkencor Akademisë Shkencave të Shqipërisë. I lutem për juve fjala. Të nderuar përfaqësues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, të nderuar përfaqësues të institucioneve akademike dhe kërkimore, të nderuar kolegë, të ftuar dhe pjesëmarrës. Është një kënaqësi për Akademinë e Shkencave të Shqipërisë të mirëpres sot këtë workshop shkencor të rëndësishëm, i cili trajton një çështje themelore për zhvillimin teknologjik, planifikimin territorial dhe ndërtimin e infrastrukturës gjeohapësinore moderne në vend. Pikërisht kornizën referuese gjeodezike dhe modelimin e gjeoidit për Republikën e Shqipërisë. Ky aktivitet, i organizuar në bashkëpunim të ngushtë me Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, apo ASIG-un, siç do ta përmendni ju gjatë veprimtarisë, po edhe unë më poshtë, dhe me kontributin e institucioneve kërkimore brenda dhe jashtë vendit, është një shembull i shkëlqyer i qasjes sonë strategjike për të promovuar kërkimin e avancuar në fushat që kanë ndikim të drejtë për drejtë në jetën e qytetarëve dhe në qeverisjen e qëndrueshme të territorit. Përmes këtij bashkëpunimi, vendi ynë ka hedhur hapa të rëndësishëm drejt ndërtimit të një baze të unifikuar gjeodezike, të mbështetur në teknologjitë më të fundit, siç është GNSS apo sistemi CORS, dhe analizat gravimetrike të sakta, duke u pozicionuar si një vend në zhvillim të qëndrueshëm teknologjik tekniko-shkencor. Akademia e Shkencave, në përputhje me misionin e saj si institucion i lartë kombëtar i kërkimit shkencor, ka ndërmarrë gjatë viteve të fundit një proces të thellë riorganizimi institucional dhe strukturor. Ky proces ka sjellë një rikonceptim të funksionimit të saj si një qendër gjithëpërfshirëse e dijes dhe inovacionit. Në këtë kuadër janë integruar institutet e albanologjisë dhe janë krijuar qendra të reja kërkimore në fusha strategjike, si bioteknologjia dhe gjenetika, nanoteknologjia, inteligjenca artificiale, pasuritë ujore, gjeoshkenca dhe gjeoinxhinieria. Këto njësi të reja kanë shërbyer si platforma për kërkime ndërdisiplinore dhe për aplikimin e teknologjive të avancuara në përputhje me prioritetet kombëtare të zhvillimit. Dhe në këtë kontekst gjej rastin që t'ju ftoj juve dhe gjithë bashkëpunëtorët, drejtoreshën, zonjën Vilma, që të shohim edhe më tej mundësitë e tjera të bashkëpunimit, pra duke ndjekur modelet edhe me strukturat e tjera që unë sapo përmenda. Po kështu, Akademia ka forcuar rrjetin e komisioneve të saj të përhershme dhe të përkohshme në fusha të ndryshme, duke filluar nga mjekësia dhe bujqësia në shkencat juridike, ekonomike dhe antropologjike, duke angazhuar personalitete të njohura të shkencës shqiptare për të drejtuar dhe vlerësuar aktivitetet kërkimore në mënyrë të koordinuar dhe me cilësi të lartë. Kjo hapje strukturore dhe tematike bën Akademinë një partnere të hapur për bashkëpunime të gjëra institucionale, kombëtare dhe ndërkombëtare. Akademia e Shkencave ka nxitur me vendosmëri bashkëpunimin ndërinstitucional përmes organizimit të konferencave, tryezave dhe projekteve shkencore, ku kanë marrë pjesë studiues vendas dhe të huaj. Këto iniciativa kanë forcuar lidhjet mes institucioneve shqiptare dhe komunitetit akademik ndërkombëtar. Në mënyrë të veçantë, aktivitetet në fushën e ekonomisë, shkencave politike, shoqërore, shkencore, natyrore, teknike kanë kontribuar në pasurimin e analizave mbi zhvillimin socio-ekonomik të vendit dhe sfidat e integrimit evropian.
Një prej prioriteteve kryesore të Akademisë së Shkencave është mbështetja e brezit të ri të studiuesve. Dhe në këtë kuadër, Akademia e të Rinjve funksionon si një strukturë e posaçme, e krijuar në përputhje me ligjin për Akademinë dhe me rekomandimet e ALEA-s, domethënë All European Academies, ku edhe Akademia e Shkencave e Shqipërisë është pjesë, duke përfaqësuar një zë të rëndësishëm të kërkuesve të rinj shqiptar. Nëse të rinjt që janë këtu, student të niveleve të ndryshme e dëgjuan, mendoj që është momenti për ta përthithur mirë dhe për të menduar pak edhe për të ardhmen e tyre, për t'u atashuar dhe për të pasur mundësi bashkëpunimi me akademinë dhe me studiues të fushave që lidhen me ju. Dhe pikërisht workshopi i sotëm është shembull i kësaj qasjeje. Ai përfaqëson jo vetëm një platformë shkëmbimi të arritjeve shkencore dhe teknike, por edhe një piknisje për zgjerimin dhe thellimin e bashkëpunimit mes Akademisë së Shkencave dhe ASIG. Ky bashkëpunim duhet të zgjerohet më tej në drejtim të projekteve të përbashkëta, shkëmbimeve akademike, integrimit të dhënave kërkimore dhe ndërtimit të sinergjive që rrisin kapacitetet e vendit për të përballuar sfidat komplekse të menaxhimit hapësinor, planifikimit zhvillimor, mbrojtjes nga rreziqet natyrore dhe integrimit të teknologjive të reja në administrimin publik. Duke ju përgëzuar juve të gjithëve dhe veçanërisht organizatorët dhe gjithë pjesëmarrësit për punën e tyre të palodhur, ju uroj suksese në punimet e sotme dhe ju siguroj për mbështetjen e pandërprerë të Akademisë së Shkencave për çdo nismë që kontribon në avancimin shkencor, teknologjik dhe shoqëror të Shqipërisë. Faleminderit dhe suksese. Shumë faleminderit për fjalët inkurajuese dhe bashkëpunimin e deri tanishëm me Akademinë e Shkencave dhe që edhe ju adresuat kaq në drejtim të ASIG-ut dhe vlerësojmë mirëmasën. Dhe më lejoni që pa humbur kohë të vazhdojmë me sipas planit dhe programit që kemi parashikuar. Është ndarë në 2 sesione. Sa për informacion, në 2 sesione, sesioni parë është fazat e implementimit të KGSH-s, të gjitha fazat edhe etapat që kanë ndjekur, do shpjegojnë 2 kolegët tanë të ASIG-ut, cilët do të japin në 2 prezantime, do të jetë inxhinier Master Science Ortion Balliu, që është përgjegjësi i sektorit KGSH-s, dhe më pas do të jetë Endri Qeçia, po të ky Master Science inxhinier përgjegjësi i sektorit të korsit, me 2 prezantime shumë interesante për të parë punën veliminoze 10 vjeçare që ASIG-u ka ndjekur, si dhe mbështetjen e qeverisë shqiptare, kryesisht që ka dhënë në mbështetjen financiare, si dhe mbështetjet që kemi pasur në vite nga asistencat e huaja teknike, duke filluar që nga norvegjeze, suedeze, ka qenë e larmishme dhe këtë kemi futuar shumë. Por nuk mund të neglizhojmë dhe eksperiencën shqiptare, specialistë shqiptar, në cilën ne trashëguam një rjetë si do qoftë të refuzua, nga ish Instituti Topografi Ushtarak, më vonë Instituti Gjeografi Ushtarak, e tjera, pa jo gjithmonë me zhvillimin dinamik, shumë dinamik të vendit si thua u shkatërrua dhe nga vlerësimi që bëmë ne natyrisht do krijoj nga e para, me krijimin e ASIG-ut, mori dhe autoritetin përkatës. Dhe kështu që zhvilloi kjo histori që jemi sot këtu, atë mbledhur për të shpjeguar dhe për të promovuar këtë arritje të rëndësishme të ASIG-ut, që sa ligjore ashtu dhe implementuese dhe integruese me kërkesat e direktivave të ndryshme ISPARE dhe obëndata të Komitetit Evropian. Pa humbur kohë, ja japim fjalën Ortion Balliu të shefit sektorit, i cili në mënyrë të detajuar do japi ato që tham fazat e implementimit të KGSH-s. Edhe më pas do të jetë Endri. Dakord? Po, vërtet. Dhe përshëndetje të gjithëve. Unë jam Ortion Balliu, përgjegjësi i Konisë dhe referues të gjeografikës shqiptare. Ku sot do të prezantoj një nga temat profesore, po themi, që do të flasim mbi implementimin e Konisë dhe referues të gjeografikës shqiptare.
Ndalë shumë se ta kemë të para. Atëherë, tema e prezantimit është implementimi i kornizë referuese gjeodezike moderne në Republikën e Shqipërisë. Përmbajtjen e prezantimit e kemi ndarë në 3 pika, ku si fillim do të flasim mbi rëndësinë e kornizës referuese gjeodezike shqiptare, që kanë geoinformacioni. Më pas do të përshkruajmë situatën aktuale të rrjeteve të PRQSH, si dhe implementimin e tyre deri tani, dhe në fund do të përshkruajmë ose do të flasim mbi objektivat që kemi në të ardhmen mbi këtë rrjet për implementimin e tyre. Atëherë, bazuar në bazën ligjore të ASIG-ut 72/2012 dhe 669, ASIG-u është institucioni përgjegjës për projektimin, ndërtimin, përgjithësimin dhe mirëmbajtjen e kornizës referuese gjeodezike shqiptare. Korniza referuese gjeodezike shqiptare përfaqëson sistemin referues gjeodezik shtetëror, që do të thotë gjitha punimet gjeodezike, inxhinierike ose gjithë informacioni duhet bazohet në këtë referencë. Kjo kornizë përbëhet nga pika të fiksuara në terren, të shpërndarë në mënyrë uniforme në gjithë territorin e Shqipërisë, duke formuar kështu bazën unike gjeodezike, e cila përbëhet nga 5 rrjete, që janë rrjeti shtetëror i pozicionimit global, rrjeti shtetëror i nivelimit, rrjeti shtetëror gravitometrik, rrjeti shtetëror mareografik dhe rrjeti shtetëror magnetometrik. Implementimi i kornizës referuese gjeodezike shqiptare, sipas standardeve europiane, duke u bazuar në teknologjinë GNSS dhe në përcaktimin e gjeoidit gravimetrik, do të siguroj Shqipërisë një bazë të saktë dhe të besueshme që do të mundsoj pozicionim të saktë horizontal dhe vertikal në gjithë territorin e Shqipërisë, krijimin e informacionit gjeodezik në një sistem referues relativ të unifikuar, si dhe integrimin e të dhënave gjamësinore duke shmangur mbi vendosjet dhe pasaktësitë. Okej. Gjithashtu do të krijoj bazë mbështetëse dhe kontrolluese për gjitha punimet gjeodezike, artografike dhe shkencore, siç janë për shembull studimi i lëvizjes të kohës toksore dhe monitorimi i nivelit të detit. Gjitha këto elementë përbëjnë elementet bazë për një zhvillim të qëndrueshëm të vendit. Tani do të flasim mbi statusin aktual të KRQSH-s, ku si fillim kemi filluar me artimin e projekteve teknike të KRQSH-s, ku dua të përmend që këto projekte teknike janë bazuar në standarde europiane dhe ndërkombëtare, më pas janë bazuar në konsulencat e ndryshme që kemi pasur me ekspertë huaj dhe me autoritetet e informacionit gjashtinor, si dhe në prezantimet e ndryshme që kemi bërë në organizatat ndërkombëtare si EUREF, EUCOS edhe të re. Gjithashtu, një falënderim të veçantë do të falenderoj dhe gjithë kolegët që kanë punuar në ASIG dhe që sot janë në pozicione ndryshme pedagog ose në ekspertë në fushat ndryshme të jetës. Më pas artimit të projekteve teknike, ASIG në vitin 2018 ka filluar me implementimin e tyre. Atëherë, rrjeti i parë është rrjeti shtetëror i pozicionimit global, që është një nga rrjetet më të rëndësishme të kornizës referuese gjeodezike shqiptare. Ky rrjet përbëhet nga dy nën rrjete, po themi, rrjeti shtetëror aktiv GNSS dhe rrjeti shtetëror pasiv GNSS. Rrjeti shtetëror aktiv GNSS përbëhet nga 27 stacione dhe nga një qendër monitorimi që është instaluar pranë ASIG. Nga këto 27 stacione, 21 stacione janë të 21 stacione janë siç e shkruan në figurë, janë ndërtuar në bazamente gjeodezike të forta, kurse 6 tjera janë vendosur mbi ndërtesa. Këto 6 stacione janë integruar nga sistemi Alpos i mëparshëm. Qendra gjithashtu këto koordinata janë llogaritur në referencën europiane ose në kornizën europiane ETRF 2000 në fokun 2177. Këto llogaritje janë bërë nga
kompania Gjeoplas duke u bazuar në stacionet të Eurefit me një saktësi 1 deri 2 mm. Ky rrjet mundson dy shërbime kryesore që mundson ky rrjet janë shërbimi RTK dhe shërbimi post-procesim. Dhe rëndësia e këtij rrjeti qëndron në pjesën e mirëmbajtjes së referencave juridike europiane, si dhe në përcaktimin e koordinata transnacionale në gjithë territorin e Shqipërisë. Atë rrjeti shtetëror i pozicionit global përbëhet dhe nga rrjeti pasiv GNSS. Ky rrjet përbëhet nga dy rende, ku rendi i parë përbëhet nga 42 pika. 21 pika të këtij rrjetit janë aktive dhe pasive, që janë pjesë të rrjetit akfor, dhe 21 tjera janë pika të detonuara ose të ndërtuara në bazamente qëndrueshme, që tregojnë në figurën e dytë. Këto pika janë ndërtuar janë shpërndarë në mënyrë uniforme në gjithë territorin e Shqipërisë, duke formuar një bazë geodezike të rëndësishme të fuqishme mbi mbështetjen e punimeve geodezike në të ardhmen. Gjithashtu, rendi i dytë përbëhet nga 380 pika pasive, cilat janë njëkohësisht dhe pika të rendeve geodezike të rrjeteve të KRGSH. Janë pika të përpashta, po themi pika tridimensionale ose multifunksionale. Artimi ndërtimi i rrjetit ka filluar me rikoneksione në fillim, ku këto pika janë pozicionuar duke pasur parasysh kriteret e mateve GNSS dhe kriteret e mateve grametrike, me që janë dhe pika të përpashta, ku janë vendosur në pozicione të qëndrueshme informacione të qëndrueshme, hidrologjike dhe geologjike, si dhe është parë mundësia që të vendosen në zona sa më të afra, që të kemë fush pamje për të penguar sinjale satelitore. Më pas kemi filluar me ndërtimin e këtyre, që janë ndërtuar në beton në pozicione betoni me thellësi 0,2 deri në 2 metra thellësi në varësi të formacionit gjeologjik. Gjithashtu në bazë të tyre këtyre kemi filluar me fushatën e mateve GNSS, ku matët janë llogaritur sipas dy metodave, statike dhe reflektive, për të mundsuar kontrollin e tyre. Dhe janë bazuar në sistemin ALCOS, ku minimalisht janë marrë 3 baza geodezike nga sistemi ALCOS për procesimin e tyre, ku saktësia e tyre ka arritur me saktësi 1 deri në 3 cm. Ky rrjet shërben gjithashtu për kontrollin geodezik kombëtar, monitorimin e qëndrueshmërisë së rrjetit ALCOS, si dhe mbështetjen e punimeve inxhinierie. Për të treguar rrjetet stacioneve matografik, ky rrjet mundëson në monitorimin e nivelit të detit në gjithë vijën mbretërore të Shqipërisë, përbëhet nga 4 stacione, një është vendosur në Shëngjin, Durrës, Orikum dhe Staran, si dhe nga një qendër monitorimi që mundëson shpërndarjen e këtyre programave dhe përpunimin e nivelit të detit. Gjithashtu për kontrollin e këtyre stacioneve janë ndërtuar dhe mikrorrjetet e kontrollit që përbëhen nga 3 pika kontrolli dhe mundsojnë kontrollin nga 3 pika kontrolli. Në këto pika kontrolli gjithashtu ne vi përmi të realizojmë matet GNSS dhe matet e nivelimit për përcaktimin e kuotave të këtyre pikave. Ku si shikoni në një tabel, në fillim janë përcaktuar niveli mesatar i detit, duke referuar viteve të ndryshme, nga viti 2018 deri në vitin 2024. Më pas janë në anë të nivelimit geometrik, janë përcaktuar dispozimet dhe kuotat e këtyre pikave. Në atë grafik tregohet që niveli ka ndryshuar, ndryshimi i nivelit janë diku tek të rendit 1 cm nga viti. Për treguar këtë rrjet shtetëror të nivelimit, ky rrjet është projektuar në 4 rende, por momentalisht ne kemi implementuar vetëm 2 vija nivelimi që mundësuan dhe lidhjen e dy marografe Shëngjin dhe Durrësit. Atëherë, mundsua dhe lidhja e dy marografe, ku ndryshimi midis njëra tjetrës duke llogaritur kuotat e këtyre me anë të nivelimit geometrik, ishte diku të rendit 2 cm. Këto mate janë përdorur gjithashtu dhe për kontrollin e gjeoidit që do të flasim më vonë, duke u bazuar ku janë llogaritur kuotat duke u bazuar nga niveli mesatar i detit
i referuar marografit të Durrësit, si dhe janë llogaritur gjithashtu dhe kvota, duke referuar referencës klasike artës së gjatë, rrjetë të nivelimit, duke u mbështetur në një pikë të rrjetë të nivelimit në Borizan. Atë rrjeti shtetëror grametrik është nga rrjetet më kryesore që mundëson bazën krimin e gjoidit grametrik me saktësi të lartë. Ky rrjet është projektuar në 4 rende, me qëllim kryesor për caktimin e gjoidit me 2 cm. Deri më tani janë implementuar 3 rendet e para, si dhe rendi 0, rendi i parë, rendi i dytë, si dhe rendi një pjesë e rendit të tretë. Rrjeti shtetëror grametrik rendi 0 përbën nga 3 pika absolute, në cilat janë vendosur në stacionet e sismikës, që janë në Shkodër, Tiranë dhe Saran. Këto stacione krijojnë ose plotësojnë kushtet e përshtatshme sipas standardeve ndërkombëtare mbi pikat absolute gravimetrike. Më pas janë analizuar matet gravimetrike me instrument me gravimetër absolut të tipit FG5, një instrument shumë i saktë që përdoren në fushata të ndryshme të Europës nga Instituti i Hidrologjisë në BEV të Austrisë. Formatet e këtyre për matjet e absolute në 3 pikat e këta janë vendosur gravimetër absolut, që kanë bërë matje afërsisht 2 net dhe 1 ditë. Dhe është përcaktuar vlera absolute e këtyre pikave në referencë 1.22 që është referenca e instrumentit. Më pas për reduktimin e këtij gravitetit në mark, është matur dhe graviteti real dhe graviteti gradienti real vertikale me anë të instrumentit CG5 në 3 latësi të ndryshme. Gjithashtu procesimi i këtyre është llogaritur me softrin GNN, i cili mund të sonë korrigjimin e korekturave të ndryshme, si janë parametra odometrike, tide, earth, eye, presioni i ajrit, Oshlodën e të tjerë. Saktësia e këtyre pikave ka variuar nga 2.4 deri në 2.7 mikrogal. Më pas kemi vazhduar me rrjetin shtetëror të gravimetrik të rendit të parë, ku këto pika janë marrë duke bazuar në pikat e para, në 3 pikat absolute. Ky rrjet përbëhet nga 42 pika, të cilat janë shpërndarë me një dëndësi prej 35 km deri në 40 km, midis njëra tjetrës. Matet gravimetrike relative janë bërë sipas metodave yll ose metodave me profile, që mundësojnë dhe kontrollin e këtyre. Njëkohësisht këto mate janë bërë me 2 instrumenta gravimetrik për të mundësuar për të nxjerrë një vlerë sa më precise të gravitetit. Gjithashtu është matur dhe gradienti real vertikal për reduktimin e kësaj vlere në mark. Dhe si përfundim, mbas përpunimit të tyre, këto pika kanë rezultuar me saktësi më të vogla se bara të 10 mikrogal. Gjithashtu dhe rrjeti shtetëror grametrik e rendit të tretë janë ndërtuar gjatë vitit 2024, ku është mundësuar mate gravimetrike. Këto mate gravimetrike janë bërë me një gravimetër, duke bazuar në pikat e rendit të parë dhe në pikat e rendit të dytë. Procedura ka qenë e njëjtë me procedurën e rendit të dytë, vetëm me ndryshimin që këtu është më dorë dhe një instrument, aty 2 instrument. Dhe saktësia realizuar për këto matje, për rendin e parë ka qenë brenda saktësisë 20 mikrogal dhe rendin e tretë brenda 30 mikrogal. Dhe si përfundim, nga përfitimi i këtyre matjeve gravimetrike, është realizuar dhe gjoidi gravimetrik shqiptar për herë të parë në Shqipëri, që është gjoidi 2024. Llogaritja e këtij gjoidit është bazuar në të dhënat gravimetrike që u llogaritën, si dhe në të dhënat shtesë që janë të dhënat satelitore, të dhënat gravimetrike të një pjesë të Greqisë, të dhënat satelitore altimetrike, duke gjithsesi ku për bazë janë marrë dhe 2 modele satelitore, 2 modele geopotenciale globale që janë pjesë e EGM-s. Për llogaritjen e këtij gjoidi janë përdorur 3 metoda ndryshme për të parë dhe saktësinë e këtij gjoidi, si dhe kontrolli i tyre është bërë duke u bazuar në pikat e referencës klasike Alpes e 6, si dhe në pikat e rrjetit të nivelimit që u krijua këtë vit duke u bazuar në marografin e Durrësit. Këtu mund të themi që gjoidi u arrit me një saktësi 11
0.3 cm i referuar pikave të referencë klasike Alp 86, si dhe me një saksi 6 cm referuar pikave 50 pikave benchmarkeve të një light gauge në Durrës. Por më shumë për të projekt ka ardhur profesor Vergo që do të flasi në prezantimin e ardhshëm. Për sa i përket rrjetit të stacioneve magnetik, ky rrjet përpend nga një stacione, ku malet e fundit për këtë rrjet janë bërë në vitin 2018, ku janë përcaktuar dhe dy elementë kryesorë që janë deklinacioni magnetik dhe inklinacioni magnetik, të cilat janë shumë të rëndësishme për orientimin artopografike dhe krijimin e artave të fushë magnetike. Për sa i përket objektivat që ne kemi të ardhur për këtë rrjet, janë implementimi i fazës së dytë të rrjetit gravimetrik shtetëror, me qëllim arritjen e gjeoidit gravimetrik me saksi 2 cm, vazhdimi implementimi të rrjetit shtetëror të nivelimit dhe lidhja e tij me rrjetin europian, si dhe kontrolli i gjeoidit dhe vendosja e gjeoidit në këtë rrjet. Më pas është përmirësimi i rrjetit gjeodezik aktiv, mirëmbajtja e rrjeteve të përgjithshëm, si dhe bashkëpunimi me institucionet europiane dhe ndërkombëtare se shumë të rëndësishme për mirëmbajtjen dhe implementimin, integrimin e këtij rrjeti në vazhdim. Faleminderit, ky është prezantimi. Në i pyetje në kështu? Atëherë ja kaloj fjalën kolegut ende për prezantimin e këtij raporti. Mirëdita të gjithëve, përshëndetje. Unë jam Endri Qershia, përgjegjës i sektorit të infrastrukturës sistemeve Korse dhe sot është privilegj për mua të ndodhem para jush dhe të prezantoj punën që disa pjesëtar këtu e kanë nisur më përpara dhe ne si të rinje kemi vazhduar për ta çuar më tej drejt implementimit edhe shërbimeve për të gjithë përdoruesit, duke qenë se Alpkorsi ofron shërbime për përdoruesit dhe kjo e sjell asikun si institucion më afër përdoruesve, individëve, institucioneve, por ashtu edhe universiteteve. Gjatë këtij prezantimi dua të ndalem në 3 pika për të përmbledhur gjithë punën e realizuar dhe implementimin e rrjetit gjeodezik aktiv Alpkors, dhe gjithashtu edhe objektivat për të cilat kemi planifikuar për të ardhmen. Siç e ceku më herët edhe kolegu Oltioni duke shpjeguar mbi kornizën referuese gjeodezike, Asigu në vetvete është një institucion i cili funksionimin e tij e bazon në ligjin 72/2012 të vitit 2000 të ndryshuar, më falni, dhe është institucion përgjegjës për projektimin, ndërtimin dhe funksionimin e infrastrukturës gjeodezike shqiptare, dhe kështu në vazhdim të këtij ligji ka hartuar VKM 669 në cilën bazohen të gjithë ndërtimet e rrjeteve përbërëse të kornizës referuese gjeodezike. Në nenin 5 të kësaj VKM-je bën pjesë edhe rrjeti gjeodezik aktiv Alpkors dhe çdo gjë lidhur me këtë ka filluar pikë pari me projektimin, pra me studimin e situatës aktuale në cilën ndodhej në momentin që Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor u krijua dhe situatën aktuale në cilën ndodhej rrjeti në cilën ishte i ndërtuar Alpkos. Kështu, projekti i hartuar ka ardhur si rezultat i studimit të thelluar të literaturave shkencore, qoftë të vendit, por edhe ato ndërkombëtare, dhe i gjithi është në vetvete është bazuar dhe ka ndjekur logjikën për të plotësuar rëndësinë e veçantë të këtij rrjeti, që konsiston në 5 pika kryesore: në krijimin e kornizës referuese gjeodezike permanente, e cila përbën bazën mbështetëse të krijimit të NSDI në Shqipëri, unifikimin e një reference të qëndrueshme dhe të përbashkët për mbledhjen
dhe krijimin me saksi të informacionit gjeohapësinor, pra krijimin e një baze të dhënash të qëndrueshme, monitorimin e aktiviteteve gjeodinamike në Republikën e Shqipërisë, të cilën ne kemi arritur të realizojmë në bashkëpunim edhe me Institutin e Gjeoshkencave. Në prezantimin pasardhës do shikoni një studim të mirëfill të realizuar nga të dhënat shumë vjeçare të stacioneve Kors, pjesë të Alporsit. Gjithashtu ofron përdorimin eficient dhe produktiv të shërbimit GNSS për punët inxhinierike për gjithë përdoruesit publik dhe privat, duke qenë efektiv në kohë dhe në kosto, dhe mbështet të gjithë punimet gjeodezike dhe hartografike në Republikën e Shqipërisë. Për më shumë, dua të shprehem për pjesën e implementimit të rrjetit të gjeodezik aktiv Alpkors dhe me njëherë pas ndërtimit pas hartimit të projekteve, ka filluar me pjesën e hartimit të udhëzuesve për sa i përket ndërtimit dhe kështu në vitin 2018 ka filluar faza e parë që kishte të bënte me rikondicionin fushor për pozicionimin e pikave të këtij rrjeti dhe gjithashtu edhe ndërtimin e pikave referuar standardeve ndërkombëtare dhe europiane, duke u mbështetur kryesisht në standardet e EUREF. Falë edhe mbështetjes të qeverisë shqiptare, një vit më vonë, pra në vitin 2019 u bë i mundur pas realizimit të një kohe një vjeçare që shërbej për stabilizimin e këtyre pikave të ndërtuara me beton, si shikohet në foton ilustruese, u bë e mundur plotësimi me të gjithë pajisjet e nevojshme për të vënë në funksion në një farë forme të gjithë rrjetin. Dhe rrjeti është i ndërtuar me 21 stacione të tipit pillar type ose ground type toksor, të cilat janë të vendosura në tokë, të ndërtuara në formën që shikohet në foton e parë, dhe 6 pika të tipit roof type, cilat kanë mundësuar një rritje të performancës për sa i përket shtrirjes në gjithë Republikën, në gjithë territorin e Republikës Shqipërisë, duke qenë kështu një nismë kjo edhe me idenë e integrimit, pra një detyrimi ligjor që kishte ASIK për integrimin e Alposit brenda rrjetit të ri Alpors. Harta aktuale e pozicionimit të 27 stacioneve, duke ju referuar edhe tipit të tyre, është si në figurën ilustruese. Dhe gjithashtu janë ilustruar edhe foto të stacioneve, por edhe pajisjeve të cilat janë vendosur në seciliat prej tyre. Menjëherë pas realizimit të plotësimit me pajisje, një fazë shumë e rëndësishme, ndoshta thjesht administrativisht, por jo praktikisht, ka qenë pjesa e lidhjes aktmarrjeve në ruajtje, duke qenë se ishte një infrastrukturë dhe një investim goxha i madh, duhet që të siguronim vendet në cilin ishin vendosur dhe të siguronim pajisjet për të pasur një jetë gjatësie dhe një mirë funksionim të tyre. Kështu, bazuar edhe në detyrimin ligjor në VKM 669, këto stacione janë vendosur pranë institucioneve shtetërore të ndryshme, duke qenë të tipologjive të ndryshme si godina ujësjellësi, pranë agjencive shtetërore, pranë degëve të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, në vendollje të pronave të Institutit të Gjeoshkencave, në baza ushtarake apo tek komanda e forcave detare. E gjithë ideja e kësaj ishte të lidhnim ura bashkëpunimi për të pasur një ruajtje me staf të këtyre stacioneve 24 orë në 7 ditë, të kishim të siguronim një furnizim me energji të plot 24 orë dhe gjithashtu e gjithë kjo të mundsonte të krijonim një bazë të dhënash kontakti, pra një lidhje kontakti që të kishim akses të vazhdueshëm në këto stacione dhe mirëmbajtja të lehtësohej. Por hapi më i rëndësishëm, në fakt, nuk ishte vetëm ruajtje, ishte edhe llogaritja. Aty ku duhet bazue gjithë gjëja dhe gjithë shërbimet që ne mendonim të ofronim. Dhe e gjithë
llogaritja apo implementimi i këtij rrjeti është mundësuar ngushtë në bashkëpunim me kompaninë Geo++, e njohur gjerësisht, kompani gjermane e njohur gjerësisht në krijimin e rrjeteve GNSS dhe llogaritjen e tyre, dhe gjithë koordinatat përfundimtare të këtyre 27 stacione janë mundësuar si pjesë e llogaritjes të matjeve nga 10 sesione 24 orëshe, duke u mbështetur në 7 stacione EPN të klasit A dhe në korrekturat IGS, dhe gjithashtu duke marrë parasysh Ocean Tide Loading modelin FES 2004 për sa i përket baticave dhe zbaticave, dhe gjithashtu të lënat atmosferike për sa i përket ionosferës dhe troposferës të mundësuara nga kompania Geo++. Me njëherë pas realizimit të këtyre llogaritjeve, ASIC ka bërë edhe testimin e të gjithë këtij rrjeti përmes shërbimeve që u ofruan, dhe në përfundim kemi dalë në rezultatin e menjëhershëm që saksia e shërbimit të RTK qëndron në plan 2-dimensional në saksin plus minus 2 cm dhe në planin 3-dimensional në plus minus 3 cm. Gjithashtu për sa i përket shërbimit post processing ose pas përpunimit, është në planin 2-dimensional dhe 3-dimensional me plus minus 1 cm. Më lejoni të futem më thellë për sa i përket platformës në cilën ne gjithë këtë infrastrukturë të ngritur e menaxhojmë, dhe vetë 27 stacionet cilat ndodhen në terren sjellin të lëna në një qendër monitorimi që ndodhet pranë ASIC, dhe i gjithë informacioni arkivohet dhe vendoset aty. Por vetë platforma e cila është e vendosur produkti Geo++ është GNS Smart dhe përbëhet nga 4 module kryesore. Moduli i parë është për operimin, kontrollin dhe administrimin dhe gjithashtu monitorimin e stacioneve kors referencë të rrjetit dhe menaxhimin e përdoruesve. Gjithashtu moduli për kompesimin dhe llogaritjen e të dhënave, korrekturave në kohë reale, moduli për post-processimin e GNSS dhe moduli për faqen web. Secili nga këto module do hyjmë më thellë në slajdet pasardhëse, kështu që më lejoni të them edhe gjithashtu që ky program mundson regjistrimin e përdoruesve, realizimin e zgjidhjeve RTK në rrjet dhe shpërndarjen e korrekturave në kohë reale për gjithë përdoruesit, dhe gjithashtu paraqitjen grafike të rezultateve në mënyrë vizuale, pozicionimin e përdoruesve, mbulesën satelitore për çdo stacion, korrekturat të ndryshme dhe mundësinë e shkarkimit të dhënave stacione me intervale të ndryshme, duke filluar nga 1 sekondë deri në 30 sekondë dhe të formateve të ndryshme, formateve të vjetra që qëndrojnë nga 2.0 deri në 3.2. Me rëndësi është të cek që momentin që është krijuar i gjithë ky rrjet, jemi munduar të përfshijmë të gjithë tipologjit e marrësave duke ofruar mënyra lidhje të ndryshme. Kështu aktualisht, nëpërmjet rrjetit Alpkors për shërbimin në RTK, ofrohen 10 mount point në gjuhën si thuash të lidhjes, ose mënyra lidhje të cilat janë të tipologjive të ndryshme, 2 nga të cilat përfshin korrekturat e të 4 konstelacioneve, ndërsa 8 të tjerat përfshin vetëm 2 konstelacionet kryesore. E gjithë kjo gamë është bërë duke u referuar edhe mesazheve, pra të cilat mund të marrin instrumenta të ndryshëm për të bërë përfshirjen e të gjithë gamës së instrumentave të cilën përdoren sot nga përdoruesit në territorin e Republikës së Shqipërisë. Moduli për monitorimin e statusit të procesimit GNSS është i bazuar kryesisht në gjurmimin e satelitëve dhe na ofron shikimin në kohë reale të qëndrueshmërisë dhe gjurmimit të konstelacioneve satelitore nga gjithë stacionet kors, pra të 4 konstelacioneve të përfshira në këtë rrjet, dhe gjithashtu na lejon mundësinë që për secilin stacion të shohim edhe statusin e satelitëve, të cilat janë trakuar në atë moment.
Gjithashtu ky modul përmban brenda tij edhe korrekturat e ndryshme, përfshin korrekturat ionosferike, pra ndikimin ionosferik në secilin prej stacioneve, korrekturën troposferike dhe ndikimin e saj në secilin nga stacion, dhe gjithashtu një saktësi të rrjetit në milimetër ose network accuracy, referuar njërit nga stacioneve që është marrë si bazë, si më të qëndrueshëm, për të bërë edhe lidhjen me gjithë 27 stacionet tjera. Krahas këtij moduli kemi edhe modulin për monitorimin e statusit të marrësave kors, dhe për secilin prej tyre ne kemi mundësinë që të kontrollojmë forcinë e sinjalit të stacionit për secilin nga këto konstelacione, gjithashtu mbulimin me satelit për secilin nga këto marrës, dhe gjithashtu edhe pseudolargësitë për secilin nga këto konstelacione, të cilat paraqiten në figurat, por për mënyrë më të detajuar normalisht nevojiten analiza të thella të gjithë këtyre bazë të dhënash të krijuara që nga momenti i krijimit deri më tani. Krahas kësaj, një modul shumë i rëndësishëm për ne, cilin e kemi në punën e përditshme, është moduli për monitorimin e shërbimit RTK, cili përfshin brenda tij monitorimin e stacioneve dhe përdoruesve në kohë reale, dhe i referohet këtu monitorimit të gjendjes të stacioneve referencë, pra nëse do kemi një shkputje ose një dëmtim të një komponenti përbërës të këtij stacioni, dhe gjithashtu krahas kësaj ka shfaqje në kohë reale të marrësve dhe kontrollin e tyre, pra ne mund të shikojmë të gjithë përdoruesit dhe mënyrën se si po marrin zgjidhjen kundrejt shërbimit RTK në terren. Dhe është kontrolli i kualitetit së kësaj zgjidhje së përftuar për secilin marrës, nëse sistemi vetë rrjeti i Alfkors përmes shërbimit RTK po ju ofron përdoruesve korrekturat në mënyrën e duhur për të dhënë zgjidhjen e duhur, dhe kam parasysh arritjen e fiksimit në Fixit, Float apo në shërbimit DGPS, të cilat kanë bëjnë pastaj me saktësinë e pozicionimit. Gjithashtu, ky modul, çka e bën të veçantë, një nga gjërat që e bën të veçantë është edhe historiku i gjurmimit të përdoruesve, duke ju referuar përdoruesit, ne mund të gjejmë kohën e përdorimit të këtij përdoruesi dhe gjithashtu edhe vendolljen e këtij përdoruesi gjatë gjithë fashës orare, cilën ky ka përdorë, dhe gjatë gjithë linjës që mund të ketë ndjekur për shërbimin RTK. Krahas shërbimit RTK, kemi edhe shërbimin post-processing përmes fajleve Rinex për gjithë përdoruesit, dhe ky qëndron një modul me vete brenda kësaj platforme, dhe ky modul ofron shkarkimin e të dhënave Rinex për secilin nga stacioneve, duke përcaktuar stacionin, periudhën kohore dhe sinjalin që ne duam për të marrë për bazë, dhe shkarkimi i këtyre të dhënave të stacioneve mund bëhet me intervale të ndryshme, nga 1 sekond deri në 30 sekonda, në varësi të qëllimit të përdorimit të këtyre fajleve Rinex, dhe gjithashtu në formate të ndryshme, duke filluar nga formati i vjetër 2.00 deri në 3.2. Të dy shërbimet për të qenë më afër përdoruesve ofrohen përmes regjistrimit dhe kërkesave nëpërmjet një adrese emaili specifike vetëm për Alfkorsin, dhe kështu për sa i përket regjistrimit të përdoruesve, në mënyrë që ta bëjmë më të thjeshtë, por të kemi edhe informacionin konkret për gjithë përdoruesit, ne kemi hartuar një formular regjistrimi për gjithë përdoruesit, i cili përmban të dhënat kryesore për sa i përket përdoruesit, por krahas kësaj edhe të dhënat e marrësit të cilët përdor ky përdorues. Për të bërë edhe më të besueshme dhe për të krijuar atë databazën e të dhënave për gjithë përdoruesit, ne kemi kërkuar edhe mjet identifikimin, këtë rast kartën e identitetit, duke krijuar kështu dhe duke mbyllur kështu ciklin e një regjistrimi të përdoruesit.
Ajo çka është me shumë rëndësi në aspektin e krijimit edhe vazhdimit të punës për sa i përket rrjetit Alpkors, është regjistrimi i përdoruesve ndër vite. Me njëherë pas krijimit të implementimit të rrjetit Kors në vitin 2019 dhe fillimit të punës në vitin 2020, përdorimi i Alpkors është mundësuar për gjithë përdoruesit në formë testimi përmes një përdoruesi të përbashkët me emërtimin ASI. Dhe më pas në vitin 2021 vendosëm që të fillojmë më tej me regjistrimin e gjithë përdoruesve dhe krijimin e databazës të përdoruesve, dhe për gjatë viteve shohim një rritje dhe një interes shumë më të lartë. Duke filluar që nga viti 2021 që kishim 144 përdorues, dhe duke vazhduar në situatën aktuale dhe në statusin aktual në cilën jemi, ku kemi 363 përdorues aktiv të regjistruar për shërbimin RTK dhe post-procesin të këtij rrjeti. Ajo çka është interesante është puna që bëjmë për sa i përket monitorimit të përdorimit të këtij rrjeti nga këto 363 përdorues dhe analiza që kemi bërë ndër vite mbi përdorimin e këtij e shërbimit të RTK të këtyre përdoruesve. Dhe po të shikoni hartat, duke filluar nga viti 2020 në vitet në vazhdim, shikojmë që dhe na gëzon fakti, na inkurajon fakti që përdorimi të qasja është gjithmonë në rritje, por nga ana tjetër na lë të kuptojmë që kemi edhe një qëndrueshmëri të shërbimit që ne ofrojmë, pasi po të shikoni tre hartat aktuale të vitit 2020, 21 dhe 22, dhe të shikojmë të vitit 2023 dhe 2024, përdorimi i shërbimeve të këtij rrjeti ka ndryshuar në mënyrë shumë të lartë dhe vlerat kanë qenë shumë të ndryshme me vitin paraardhës kur ka qenë në fazë testimi. Por, një pikë shumë e rëndësishme gjithë këtyre të dhënave, morisë të dhënave që ne krijojmë dhe kemi të përditshme në punën tonë është edhe mënyra se si ta administrojmë dhe ta mirëmbajmë këtë që kemi. Sepse gjithë ky investim i qeverisë i financuar nga qeveria shqiptare normalisht duhet të ketë edhe një jetëgjatësi. Dhe administrativisht për të bërë të mundur këtë jetëgjatësi është mundësuar dhe është punuar në hartimin e disa rregulloreve dhe planeve për sa i përket, pra rregullore së administrimit të rrjetit Alpkors dhe menaxhimit të riskut për pjesën e këtij rrjeti. Administrimi dhe ruajtja e të dhënave konsiston në tre komponentë të ndryshëm për ne. I pari është administrimi i të dhënave të platformës së Alpkors, pra regjistrimet e përdoruesve dhe të dhënat korrekturat të cilat ndodhen brenda kësaj platforme, administrimi i bazës të dhënave të gjithë përdoruesve, pra gjithë formularëve të regjistrimit dhe akaunteve të hapura, dhe gjithashtu edhe administrimi dhe ruajtja e të dhënave RINEX, të gjitha këto të përcaktuara në bazë të një rregullore për pjesën e ruajtjes, backupit dhe trajtimit të tyre ndër vite. Pas shumë e rëndësishme për ne, që është pjesë e punës së përditshme, është raportimi ose ndjekja monitorimi i përditshëm që konkludon në hartimin e raporteve periodike javore për sa i përket gjendjes së rrjetit Alpkors në përgjatë javës dhe përgjatë gjithë ditëve, qoftë edhe në aspektin e stacioneve, por qoftë edhe në aspektin e përdorimit dhe krahas kësaj anës administrative ne kemi edhe anën praktike, pra për çfarë duhet sigurohemi, për shërbimet cilat ne ofrojmë, për këto dy shërbimet cilat vim në ndihmë të gjithë përdoruesve. Dhe në punën tonë për gjatë gjithë vitit është edhe kontrolli i qëndrueshmërisë së këtyre shërbimeve, e cila mundsohet përmes matjeve periodike të rrjetit pasiv, qoftë të rrjetit të rendit të parë dhe rendit të dytë, gjithashtu të pikave të Alp 86, të cilat janë evidentuar si ekzistuese, por
edhe matje me metodën RTK në zona të ndryshme, cilat ne na raportohen nga përdoruesit që mund të kenë problematika për sa i përket sinjalit. Në vazhdën e asaj rëndësisë për sa i përket funksionimit dhe jetëgjatësisë së këtij sistemi është edhe mirëmbajtja e stacioneve kors. Pra, mirëmbajtja e tyre për të ofruar shërbimin e duhur në kohën e duhur. Dhe aktualisht Asigu ka mundësuar që mirëmbajtja e stacioneve të jetë nëpërmjet një kontratë shërbimi, e cila ofron një shërbim të qëndrueshëm 24/7, duke qenë se gjithë stacionet në raste problematikash duhet që brenda ditës të rikthehen në punë dhe siguron transmetimin e informacionit të stacioneve në qendrën e monitorimit në mënyrë të pandërprerë, realizon mirëmbajtjen e komponentëve përbërës të stacioneve dhe realizon gjithashtu kontrollin dhe pastrimin e ambientit fizik, qoftë nga pastërtitë, por edhe nga mbulesat bimore me qëllim sigurimin e fushpamjes së plotë të këtyre stacioneve. Në fotot ilustruese kemi edhe punën që zhvillohet në terren për pjesën e mirëmbajtjes së këtyre stacioneve. Dhe për të vazhduar më tej në objektivat ose në qasjen tonë për ta zhvilluar më tej gjithë këtë punë që kemi bërë ndër vite, kemi filluar bisedimet për pjesën e integrimit të Alforsit me rrjetet kors të vendeve fqinje dhe aktualisht kemi arritur të krijojmë dhe të nënshkruajmë marrëveshje bashkëpunimi në fushën e shkëmbimit të dhënave nga rrjetet e përhershme të stacioneve GNSS me Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pra Republikën e Kosovës, e cila ka Koposin në pronësi dhe ofron shërbimet nëpërmjet saj, dhe me Republikën e Maqedonisë së Veriut, me Agjencinë për Kadastër të Patundëshmërive ose AREKO ndryshe, në cilën është i vendosur dhe funksionon Makposi. Në figurën që shihni, bazë të marrëveshjes së nënshkruar, janë edhe 6 stacionet të cilat ne kemi krijuar mundësinë për shkëmbimin e të dhënave. Në fund dua të cek pak objektivat e së ardhmes. Këto objektiva janë personale, ndoshta nga gjithë pjesëmarrësit, duke qenë se pjesa më e madhe jeni edhe përdorues të shërbimeve këtij rrjeti, mund të jenë sugjerime për objektiva edhe të tjera, por kryesore që ne kemi cekur janë implementimi i këtyre 2 marrëveshjeve të bashkëpunimit të nënshkruara me vendet fqinje, pra me Republikën e Kosovës dhe Republikën e Maqedonisë për shkëmbimin e të dhënave kors ndërmjet rrjetit Alp Kors tonin dhe rrjeteve respektive të tyre, arritjen e nënshkrimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit njëjtë si me këto 2 vende fqinje, ashtu edhe me vendet e tjera fqinje, si Republikën e Greqisë dhe Republikën e Malit Zi. Duke qenë se ne shohim një përdorim të gjerë të këtij rrjeti, por krahas kësaj dim dhe po përballemi me kostot e mirëmbajtjes së këtij rrjeti, në punën e realizuar nga SIG kemi filluar punën me hartimin e një plan biznesi për të kthyer këto shërbime dhe për të bërë tarifimin e këtyre shërbimeve me qëllimin e mirëmbajtjes, pra vetë mirëmbajtjes në një farë forme të këtij rrjeti. Kjo është në një fazë punimi dhe besoj në një moment të dytë mund të jetë diçka që mund të diskutohet edhe mund të hidhet për diskutim më të gjerë. Krahas kësaj në objektivat tona është integrimi i një stacioni kors nga këto 27 stacione, më saktë nga 21 që përmbushin kërkesat si ground type, të bëhet pjesë e stacioneve EPN. Nga ana tjetër e rëndësishme për ne është ruajtja e bashkëpunimit me agjencitë ndërkombëtare, veçanërisht në rajonin e Ballkanit, në rajonin tonë, në fushën e GNSS, por edhe ato europiane si EUPOS-i e tjerë, dhe të fundit, por jo nga rëndësia, unë kam lënë përmirësimi i shërbimeve të Alp Kors, duke qenë se jemi gjatë gjithë kohës në kontakt me gjithë përdoruesit
qoftë nëpërmjet emailit, por qoftë edhe komunikimit të drejt për drejt me kolegët që kemi, ngelet gjithmonë vend për përmirësim të këtyre shërbimeve dhe mirëpresim të gjithë sugjerimet nëse ka diçka rreth kësaj. Ju falenderoj për gjithë kohën edhe gjithë mundësitë. Mirë, tash i kam nderin të jap fjalën bashkëpunëtores son nga Instituti i Gjeoshkencave, Kristinës, e cila do bëjë një prezantim interesant. Shpresoj, jo, vërtet interesant, po ja lëm, më mirë po ja lëm juve që ta. Deri tani dëgjuam shumë gjëra teknike. Sigurisht janë interesante për ata që i përdorin vetëm për zbatim, që ju intereson thjesht numri, po për një zbatim dhe për t'i parë se si funksionojnë dhe si na ndihmojnë këto të dhëna në zbatime në lidhje me kuptimin e gjeodinamikës, atëherë unë do të prezantoj do të bëj prezantimin tim me temë karakterizimi i deformimit aktual të Shqipërisë me anë të dhënave GNSS, i cili është një punim i bërë gjatë doktoraturës, së zhvilluar si bashkëpunim midis Universitetit Politeknik të Tiranës dhe Universitetit Savoie Mont-Blanc në Francë, me supervizor profesor François Jouan dhe Edmond Dushi. François Jouan duhet ta përcaktoj dhe duhet ta theksoj se është ndër të parët që ka instaluar stacione GNSS në Shqipëri, duke filluar që në fundin e vitit 2002 dhe me 3 stacione të Tiranës, Beratit dhe Shkodrës. Si fillim, do të bëj një prezantim të shkurtër në lidhje me tektonikën e Shqipërisë, ose të paktën aspektet që na interesojnë dhe që do t'i arsyetoj me anë të dhënave GNSS, aktivitetit sismik, sepse Shqipëria është një vend me aktivitet të lartë sismik dhe të dhënat GNSS ndihmojnë për të kuptuar më shumë se si funksionojnë këto kuptoj më shumë në lidhje me gjeodinamikën e Shqipërisë. Më pas do të jap një overview ose një pamje të shkurtër në lidhje me përpunimin dhe metodologjinë e të dhënave që kam përdorur dhe rezultatet të cilat konkludojnë në cikli sismik, i cili mund të shihet qartë me anë të serive kohore GNSS, që bëhet nga 3 komponent kryesor: ndërsizmiku, deformimi ndërsizmik, kosizmik përgjatë tërmetit dhe posizmik pas tërmetit. Dhe në përfundim do t'i japim edhe një pamje në lidhje me rrezikun sismik, një modele të reja se si mund të gjejmë slip rate-in apo modulin e lëvizjes së thyerjeve me anë të dhënave GNSS. Po pse është interesante të studiojmë Shqipërinë, se gjithmonë kur i studiojmë duhet të dimë edhe pse i studiojmë. E para, nga ana është, siç e thash edhe më përpara, është një rajon i cili preket shpesh nga tërmetet fuqishëm, ku gjatë historisë së saj numërohen tërmete prej 2500 vite përpara në qytetin e Durrësit, i cili është dhe lokacioni më i afërt në kohë për tërmetin e 2019-s. E dyta janë karakteristikat gjeodinamike, ndodhet në zonën e kontaktit midis mikropllakës së Adriatikut dhe pllakës euroaziatike. Gjithashtu ndodhet në tranzicionin midis dinarideve, albanideve dhe helenideve dhe niveleve të ndryshme të shkurtimit të tyre nga veriu në jug, duke i dalluar akoma më shumë si struktura edhe me anë të shpejtësive GNSS. Një aspekt i rëndësishëm për albanidet, që do të quajmë tani territorin tektonik shqiptar, është se ato, edhe pse në një shtrirje shumë të ngushtë, kanë dallimin midis zonave të brendshme dhe zonave të jashtme, ku zonat e jashtme ose albanidet e jashtme shfaqin një trend shtypës, kurse albanidet e brendshme një trend zgjerues. Por le të marrim më në detaje
kjo është një zmadhim i hartës së tektonike të Shqipërisë, ku po të shikojmë që albanidet e jashtme të nënvizuara me të bardhë këtu janë në ngjeshje, karakterizohen nga një regjim në ngjeshje dhe me thyerje mbi hipse, kurse albanidet e brendshme karakterizohen nga një regjim zjerues dhe me orientime të ndryshme që fillojnë nga lindje perëndim në veri jug. Por në qoftë se shikojmë më në detaje disa profile gjeologjike të albanideve, do të shikojmë se kemi një ndryshim midis albanideve të jashtme nga veriu në jug, ku në albanidet e veriut, të cilat në këtë rast janë dinaridet për profilin që kemi marrë nga Schmitz et al. 2020, dinaridet karakterizohen një brez i rrudhosur me thyerje mbihipse që përfshin depozitime mesozoike dhe kenozoike. Kurse po të shikojmë më në qendër të albanideve, shohim se depozitimet bëhen më të reja dhe i përkasin Pliosen kuaternarit, dhe po të shikojmë depresionin periadriatik është i karakterizuar nga një fundosje aktive e cila sugjeron një basen përkulës aktiv në këtë rajon. Por në të dyja profile gjeologjike të mëparshme, ne nuk pam asnjëherë se ku ndodhet kjo thyerja ballore e kontaktit në Shqipëri. Dhe një nga shembujt ku mund të gjendet një provë e kësaj thyerje është në kufi të depresionit periadriatik, ku po të shikojmë kemi një thyerje të qartë mbi hipse, e cila prek mbulesat post-mesiniane dhe post-pliosenit, për janë mbulesat të reja, që të thotë që është një thyerje aktive. Kurse në qoftë se kalojmë tani nga perëndimi në lindje dhe shkojmë drejt albanideve të brendshme, atëherë në qoftë se marrim shembullin, duke qenë se albanidet e brendshme në përgjithësi janë sisteme grabenore dhe ndër më të studiuarit është liçeni i Ohrit, ku ka një numër të madh të profilesh sismike, ku janë dalluar 16 thyerje normale përmbi grabenin e Ohrit. Për sa i përket sismicitetit, një gjë që ne i krahasojmë shpesh shpejtësitë tona GNSS janë dhe mekanizmat fokal. Mekanizmat fokal japin trendet e deformimit, siç mund ta shikojmë, albanidet e jashtme janë përsëri në ngjeshje, që paraqiten me mekanizma fokal ngjeshës dhe të orientuar sipas thyerjeve kryesore në këtë zonë. E njëjta gjë vlen edhe për zonën e brendshme, e mbuluar me mekanizma fokal që i përkasin thyerjeve normale. Të dhënat dhe metodologjia për punën që do t'ju prezantoj dhe për rezultatet që do t'ju prezantoj janë marrë të dhëna nga 3 rrjete, që i përkasin, një i përket Institutit të Gjeoshkencave, që është rrjeti më i vjetër GNSS në Shqipëri, starton në 2003 me profesor François Juan, i cili ka instaluar 3 stacione, duke filluar nga Tirana, Shkodra dhe Berati, që janë 3 stacionet më të vjetra dhe vazhdojnë akoma funksionojnë. Ne kemi gjithashtu dhe 6 stacione të reja, të cilat janë shtuar me vitet dhe Gjithashtu janë procesuar dhe të dhënat e marra nga Alpos, rrjeti i cili ka filluar punë në 2008 dhe ka përfunduar për fat keq në 2019, duke na i bërë gati të pamundur të kapnim deformimin post-sismik në serit kohore, dhe asik që besoj që dëgjuam sot mjaftueshëm, por së bashku me rrjetet permanente dhe të vazhdueshme, ne kemi dhe matje episodike të
që mund t'i shikoni të ilustruara me trekëndsha të kuq, të cilat janë performuar gjatë 7 fushatave të bëra në territorin e Shqipërisë. Së bashku me këto të dhëna të marra nga rrjetet shqiptare, ne kemi futur në procesimin ton edhe të dhëna nga rrjeti Ring që i përket INGV-s së Italisë, kemi përdorur të dhëna nga NOANet, PPG-net që janë të rrjetet GNSS greke, EPN-ja që është rrjeti GNSS europian dhe UNAFCO, i cili është një konsorcium ndërkombëtar që nuk vazhdon me sa mbaj mend të shpërndaj data, por jep informacione mjaft të rëndësishme në lidhje me referencat dhe kornizat referuese për procesimin e të dhënave GNSS. Dhe gjithashtu të gjitha këto i kemi llogaritur duke përdorur një kornizë referuese që është IGB14, është një update i ITRF 14-s, pra është e votuar në 2020 dhe jemi përpjekur që të kemi një mbulim sa më të mirë me stacione, duke qenë se fillojnë që nga 2003, duhet kuptojmë që rrjetet GNSS në gjithë Europën apo nuk kanë qenë kaq të dëndur sa janë sot dhe ndonjëherë është shumë e vështirë të gjesh një stacion referent diku në jug apo në zonat në veriun e Afrikës, sepse këto janë kushtet, por ty të duhet. Prandaj jemi munduar që të kemi një mbulim sa më të gjithanshëm me stacione referente. Gjithashtu, metoda e përdorur për procesimin e të dhënave GNSS, ne kemi përdorur Bernice 52-shin, software-in Bernice 52, kemi marrë parasysh shumë komponent të cilët janë gati automatik, por ndër më të rëndësishmit janë parametra që lidhen me ionosferën, parametra që lidhen me baticat, zbaticat, apo edhe ndryshimet atmosferike. Pasi kemi kryer këtë procesim, serit kohore, nga ku ne nxjerrim të gjithë informacionin, siç janë shpejtësitë apo dhe informacionet tjera që do t'i shohim më vonë, është performuar një analizë statistikore për të parë në qoftë se kemi jo vazhdueshmëri të sinjalit, që mund të lidhen me ndryshimet e antenave, por që nuk janë të deklaruara, ndryshimet e receiverit, sepse jo të gjithë i shohin me kujdes dhe i publikojnë me kujdes informacionet në lidhje me GNSS-n, por kur ke 500 stacione nuk mund t'i shohësh një nga një, dhe kjo është një mënyrë se si pastrohen nga sinjale të cilat mund të duken si një kohë sismik apo mund të duken si një slow sleep, por në fakt janë thjesht ndryshime antene apo ndryshime shpejtësie. Gjithashtu, komponentet janë testuar dhe për komponente sezonal dhe duhet të theksoj që serit kohore për stacionet GNSS shqiptare nuk shfaqin komponente sezonal. Një nga sinjalet më të rëndësishme që mund të marrësh nga serit kohore GNSS është vendosja kohësizmike, kur ne kemi një tërmet, kemi një ndryshim të sinjalit të menjëhershëm në serit kohore të GNSS-s. Ky është një shembull i artikullit që unë kam publikuar në lidhje me stacionin e Durrësit, ku ka inkorporuar zhvendosjen kohësizmike të marrë nga stacionet GNSS, që është e paraqitur në këtë hartë, dhe gjithashtu interferogramat ose deformimin e marrë nga INSAR. Nga tre orbita, 2 ngjitse dhe 1 zbritse. Po ta shohim, kjo është një nga serit kohore ku sinjali kohësizmik duket shumë qartë,
kemi një rënje të sinjalit të menjëhershëm dhe ky është stacioni Durrësi 2. Dhe çfarë mund të bëjmë ne me këtë informacion? Shohim çfarë kanë bërë studimet të parë, shohim çfarë na tregojnë profilet sismike, profilet gjeologjike dhe testojmë modele të ndryshme të gjeometrisë duke patur parasysh deformimin e marrë nga GNSS-ja dhe INSAR-i. Atëre për tërmetin e Durrësit, ne kemi testuar 2 hipoteza. Hipoteza e parë që i korespondon një thyerje mbi hipse e propozuar nga Ganasi, Papadopoulosi, Kaporali dhe Moshu dhe një thyerje kundër hipse sipërfaqësore, që është thyerja e Kashar Prez Rodonit, e propozuar nga Goverçin et al. Në 2020. Hipoteza e parë është testuar për thellësi të ndryshme dhe për kënd shgjytjeje të ndryshme dhe kurse hipoteza e dytë është testuar vetëm për kënd zhytjeje të ndryshme. Modeli më i mirë ka dalë modeli i një thyerje mbi hipse me thellësi në thellësi 15 km dhe me një kënd zhytje 40 gradë. Dhe kur modelojmë, kjo është një paraqitje e zhvendosjes ose deformimit kohësizmik në një plan i konsideruar si plani i thyerjes në këtë rast, dhe po ta shikojmë, kemi një zonë të deformimit më të lartë që duket me të kuqe, por kur llogaritim shumë nga agjencitë ndërkombëtare për lidhje me sismicitetit kanë nxjerrë një moment magnitude 6.3, në rastin të 6.3, 6.4, në rastin ton, në qoftë se magnituda e gjithë thyerjes ka dalë 6.55, por në qoftë se marrim parasysh vetëm zonën e cila shfaq deformimin më të lartë, ajo jep një deformim, jep një moment magnitude 6.38. Dhe duke menduar se matjet episodike që ne kemi marrë në llogari janë gati 2 javë pas tërmetit, mund të futim dhe hipotezën e after sleepit. Gjithashtu, të dhënat INSAR, që është një metodë tjetër se si mund të matim deformimin dhe janë të dhëna gjeodezike, në lidhje me japin një informacion tjetër të rëndësishëm që ka dalë gjatë tërmetit, që ka ndjekur tërmetin e 2019, që është fenomeni lëngëzimit. Orbita relative zbritse ka dhënë një deformim me reziduale më të mëdha se 5 cm, që janë nivele më të larta se ç'pritem për të dhënat interferometrike, dhe kjo zonë i përket grupderdhjes së lumit Erzen dhe lagunës Rinia Flak, që është parë nga Leka Setal 2019, që ka qenë një zonë ku është shfaqur lëngëzimi i truallit. Ato që thashëm më përpara, çfarë mund të nxjerrim tjetër nga të dhënat GNSS, nga seritë kohore GNSS, është gjithashtu dhe deformimi posizmik. Menjëherë pasi ndodh tërmeti, ne presim një deformim tjetër derisa presim një deformim tjetër. Çfarë kemi dashur të bëjmë është të modelojmë këtë, të shikojmë se si ndryshon me kohën sinjali posizmik dhe gjithashtu shpërndarja e pasgoditjeve, dhe kemi dashur që të bëjmë një korrelim midis tyre. Por siç thamë, po të shikojmë, kemi një shpërndarje eksponenciale dhe kjo evolucioni, po ta shikojmë që ky deformim i menjëhershëm ndodh 30 deri në 40 ditë pas tërmetit, por duhet të theksojmë që ne nuk kemi pasur të dhëna GNSS për atë periudhë dhe rrjeti i ri Alp Korsi ka filluar në 2020, duke menduar që është një periudhë kohore 30-40 ditore, e bën gati të pamundur. Edhe në qoftë se mund të shfaqet në fillim të serisë kohore një sinjal i tillë, nuk mund ta lidhësh direkt me tërmetin, nëse nuk ke një sinjal të vazhduar në kohë përgjatë gjithë historikut. Një sinjal tjetër i detektuar për herë të parë në Shqipëri, por për
me anë të dhënave GNSS është aktiviteti ose deformimi asizmik, të njohura si slow sleep events, të cilat nuk janë të detektueshme me anë të dhënave sismologjike, por janë, duke qenë se niveli i deformimit që mund të matet me GNSS-n i arrin nivelin milimetrike, këto lloj deformime të cilat nuk shoqërohen me tërmete apo me aktivitet sismik, mund të shihen qartë në serit kohore të GNSS-s. Dhe tërmeti Durrësit është shoqëruar me 2 evente të tilla asizmike 200 dhe 300 ditë pas goditjes kryesore. Një aspekt mjaft i rëndësishëm dhe më afatgjati është fusha e shpejtësive ndërsizmike, pra morëm periudhën që i përket tërmetit, morëm dhe periudhën që i përket pas tërmetit, tani le të shohim se çfarë ndodh midis 2 tërmeteve dhe që jep një pamje më të gjerë të deformimit në rajon. Ndoshta ju interesojnë, shumica për ju që janë teknik, ju interesojnë shpejtësitë intersizmike apo shpejtësitë të thjesht në kornizën referuese, po për ne që duam të shikojmë deformimin apo se si sillet diçka kundrejt tjetrës, gjithmonë do përdorim sisteme referuese, pra do fiksojmë një pllak dhe do t'i shprehim në lidhje me të. Atëherë, fusha e shpejtësive GNSS është e para është shprehur në lidhje me pllakën euroaziatike, euroaziatike, trendi jugor i shpejtësive në zonën e brendshme kontinentale të Ballkanit është e dukshme, por kur vjen puna tek Shqipëria, shikojmë që ky deformim është disi difuz, të paktën për Albanidet e jashtme. Pra, ne nuk mund të nxjerrim asnjë përfundim në lidhje me deformimin apo se si sillen këto treva në lidhje me Euroazian. Por, në qoftë se e shprehim me apuljan ose me pllakën përballë këtyre trevave, pra mbajmë apuljan e fiksuar tashmë, shohim që trendi përsëri në zonën e brendshme është jugor, por për sa i përket zonës së jashtme, po ta shikojmë, përsëri kemi shpejtësi gati pingule me thyerjet, me shtrirjen e thyerjeve përgjatë Albanideve të jashtme. Për herë të parë gjithashtu janë llogaritur shpejtësitë vertikale. Shpejtësitë vertikale dallohen 2 trende kryesore, shihet zhytje apo fundosje në Albanidet e jashtme dhe ngritje në Albanidet e brendshme. Sigurisht, këto janë në vlera milimetrike, 1.4 deri në 2.6 milimetra zhytje në zonën e periadriatike, depresionit periadriatik, dhe zona e brendshme, po ta shohim, kemi dhe disa komponente të cilat shfaqin gjithashtu zhytje të lidhura me sistemet grabenore. Të gjitha stacionet të cilat janë vendosur në sistem grabenor shfaqin zhytje ashtu dhe siç pritem. Çfarë mund të bëjmë tjetër është që mund të bëjmë dhe tenzorët e sforcimit, të cilat unë kam marrë vetëm një shembull, duke menduar që nuk është se do kemi kohë dhe mesazhoje pas kam kaluar. Në qoftë se i krahasojmë, shihen përsëri trendet, pra komponentet e shpejtësive intersizmike horizontale, vertikale, mekanizmat vatror dhe gjithashtu tenzorët e sforcimeve shfaqin të njëjtën sjellje siç mund ta shohim në zonën juglindore të Shqipërisë. Një zbatim tjetër i ri, jemi duke punuar mbi të, duke testuar modele të ndryshme, është ai i llogaritjes së rrezikut sismik në lidhje me anë të dhënave GNSS. Kemi modeluar
dy thyerjet gjatësore të lezhës dhe atë të otonit dhe gjithashtu një detachment layer të shtrirë nga jugu në veri. Tjetër zbatim është edhe blok model, që ne mund të bëjmë të mundur llogaritin e slip rate-eve ose shpejtësive të zhvendosjeve të thyerjeve të ndryshme, që i vlen shumë riskut sismik dhe bërë vlera të ndryshme. Të dyja këto modele janë akoma në fazë testimi. Kaq. Kristina, shumë faleminderit, ishte shumë interesante dhe një studim praktik, domethënë, mbi vlerat që kanë matit shumë vjeçare në cilën ne modelozim pastaj të luajmë dhe të kombinojmë të arrim konkluzonet shumë të rëndësishme. Edhe një herë falenderoj të përgëzoj për punën edhe kolegët bashkë me profesorët e kinet. Tash si mbas planit një 10 minutë sa break, sa një refresh, diçka është e mirë.